Se që ndodh, nëse lidhesh me jetë gjatësin e një gruaje, në mosh, me një djalë 3, ose të një burri me një vajzë 3, unë do të thoja që fillojnë me njëherë probleme. Pse? Sepse ne gjithmonë, kur është një lidhje gjatë, krijojmë edhe varësinë. Kur ti krijon varësinë, ti e ke kompleksin brenda vetes. Ti e sheh veten në pasqyrë, edhe do thush pasaj, po ky, unë s'po m'pëlqen sot vetja, po ky do shkoj me një vajzë 3. Do t'i pëlqeja vajza e re, pra të rriten brenda vetes komplekset. Kështu që Rita, në çdo rast do të shkonin me një tjetër, kështu që s'duhet të jetë kjo. Në çdo rast, edhe po të ishin 2 të rinj, po në këtë rast, edhe po të ishin 2 të rinj ose 2. Ke shumë të drejtë, dhe 2 të rinj. Kur është një lidhje e gjatë, pra edhe bëhet diferenca monoton. moshës garanci për mostrativ. Diferenca e moshës i çel më shumë komplekse dhe të bën të vuash më shumë. Pra, në qoftë se unë jam në të njëjtën moshë, ose më kanë ndodhur gjëra të tilla në jetë dhe jemi aty, ti nuk shef te vetja vjetërsinë dhe nuk vuan, se e di ç'a vuajtje e madhe është shohësh veten pasqyrë dhe ta shohësh që shikoj një herë si dukesh ti, edhe pse do të pëlqejë ty ai, do shkoj të pëlqejë dikë tjetër. E kanë edhe meshkujt e vjetër në moshë kur janë me vajza 3. Është vuajtje shumë e madhe, ndërsa kur je barabar, luftën e ke barabar. Në këto raste lufta nuk është barabar. Është një lloj si dikush ka shumë lekë dhe dikush s'ka fare. Nuk është një lloj. Është luftë që në krye është e